Një javë as pak e mirë mund të konsiderohet kjo që lan pas, pasi dy ekipet e Vllaznisë për meshkuj dhe femra kanë pësor humbje në kryeqytet dhe Vlorë. Pa lënë me një anë ballafaqimin e femrave me shumë interes është shpritur sfida e meshkujve mes Tiranës dhe Vllaznisë, ndeshja e luajtur në Farijehotit kryeqytetit. Një sfidë ku Vllaznia e drejtuar nga Eni Llazani e nis mjaft mirë duke arritur të fitojë periudhën e parë me 6 pikë avantazh. Edhe pse në 10 minutat e periudhës së dytë Tirana përmirëson ndjeshëm lojën, duke bërë që ndeshja të përfshihet një rivalitet të plot dhe një fazë interesante, gjë që shoqërohet edhe me entuziazëm në dy kampet respektive. Është Vllaznia ajo që i gëzohet avantazhit në mbylljet pjesës së parë, ku shifrat në tabelën elektronike tregojnë Tirana basket 39, Vllaznia basket 45. Por ku që mbyll periudha më dobët ishte e treta, 10 minutë së cilës shoqërohet me gabime të shumta qoftë në sulm por dhe mbrojtje, situatë që shfrytëzohet nga Tirana duke fituar 20-11 dhe duke marrë avantazhin e ndeshjes 59-56. Vllaznia nuk pajtohet me këtë disavantazh dhe në periudhën e katërt rikthehet në lojë, por gjithsesi Tirana nuk e lejon të shkojë më shumë se barazimi, ku në sajt avantazhit periudhës së tretë bardhë e blut ruajnë diferencën e 3 pikëve duke u gëzuar fitores 72-69. Nga ana tjetër, femrat e drejtuara nga Medina Mustafa u larguan me humbje nga Vlora, pasi kualitetet e flamurtarit kampion në fuqi bën të vetën duke bërë që rezultati të jetë 75-53.